Përshëndet nderuar shikues, po filloj magazinën informative 21 drejt për drejt. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha në Prishtinë se përkushtimi i NATO-s për stabilitet mbetet i qëndrueshëm. Ai tha se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është vetmja mënyrë për të zgjidhur çështjet e hapura, duke shtuar se kërkohet fleksibilitet dhe kompromise. Në konferencën e përbashkët për media me presidenten Vjosa Osmani në Prishtinë, Rutte deklaroi se stabiliteti në rajonin e Ballkanit Perëndimor varet nga të gjitha palët, duke zgjedhur diplomacinë në vend të dhunës. Ndërsa presidentja Vjosa Osmani tha se është koha që Kosova të ketë vendin në NATO. Prania e sotme këtu është një demonstrim këtë i qartë i përkushtimit të palëkundur të NATO-s për siguri afatgjatë në Kosovë, në gjithë Kosovën dhe pastaj për stabilitetin e rajonit. Sapo patëm një diskutim të frutshëm për sa i përket të gjendjes së sigurisë këtu në Kosovë, si dhe në rajon. NATO-ja ka mbështetur paqen, stabilitetin në Ballkanin Perëndimor për tashmë 30 vjet më radhë. Përkushtimi i mbetet i qëndrueshëm edhe sot i udhëhequr nga KFOR-i, që është misioni më afatgjatë, por edhe më i madh në leadershipin e shkëlqyeshëm nga generali Enrico Borduano. Trupat tanë të KFOR-it punojnë pa pushim për të siguruar një ambient me rend dhe me siguri për gjithë popullin, gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë në përputhje me mandatin e UKB-s për KFOR-in. Përveç kësaj, ekipet e ndërlidhjes së KFOR-it vazhdojnë të mbështesin institucione tjera të sigurisë me zhvillim kapacitetesh, edukim e trajnim e kështu me radhë. Një rajon më i sigurt i Ballkanit Perëndimor nënkupton më shumë siguri për gjithë zonën e NATO-s. Duhet ta kemi të qartë se çka kemi para nesh. Dekadat të zgjatura të ndërtimit të paqes nuk mund të lihet anësh. Jemi plotësisht të gati për të përgjigjur çfarë do lloj zhvillimi të sigurisë. Dhe në këtë kuptim shpresojmë të shohim një bashkëpunim edhe më të thellë midis institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it në këtë drejtim. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. NATO-ja do të vazhdojë të luajë rolin e vet në mandatin e vet për sigurinë e të gjithëve. Këtë e bëjmë në bashkërendim të afërt me policinë e Kosovës, si dhe misionin e BE-s për sundim të ligjit në Kosovë, EULEX, dhe rolet tona përkatëse si reaguese të ndaj çështjeve të sigurisë, ku e themi këtë. Stabiliteti në rajon varet nga gjitha palët që të zgjedhin pra diplomacinë para dhunës. Zgjidhja për një paqe afatgjatë është politike. Në këtë drejtim, NATO-ja do të vazhdojë të mbështesë plotësisht normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Kjo është vetëm mënyrë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura dhe për të siguruar të ardhmet stabile, duke siguruar të drejtat e gjitha komuniteteve të respektohen dhe të mbrohen. Dhe për ta shtyrë përpara këtë dialog, të dyja palët duhet të shfaqin fleksibilitet, të bëjnë kompromiset të duhura dhe të fokusojnë në dobit afatgjate. E kuptoj plotësisht që kjo kërkon vendime të vështira, por që duhet të shohim atë pamjen më të gjerë. Normalizimi sjell stabilitet më të madh, më shumë mundësi investimi dhe pastaj siguri më afatgjatë për gjithë rajonin. Në këtë rrugtim ne jemi shumë të vetëdijshëm për sfidat me të cilat ballafaqohemi, në të njëjtën kohë edhe me kërcënimet që vazhdojnë të rëndojnë mbi sigurinë e Kosovës dhe të gjithë rajonit. Serbia fatkeqësisht vazhdon të minojë përpjekjet për paqe dhe stabilitet dhe nëpërmjet veprimeve hibride, grupeve kriminale dhe propagandës vazhdueshme e mbështetur edhe nga Rusia faktorë të tjerë dashakeq, Beogradi po synon të destabilizojë jo vetëm Kosovën, por të gjithë rajonin. Sulmet e viteve të fundit në veri të Kosovës, si dhe sulmet ndaj trupave të NATO-s në maj 2023, të organizuara dhe mbështetura drejt për drejt nga strukturat shtetërore të Serbisë, janë dëshmi e qartë e këtij rreziku. Prandaj prania e trupave të NATO-s në Kosovë nuk është vetëm një garanci për sigurinë tonë, por është edhe një barierë kundër çfarëdo lloji përpjekjeje për cënimin e paqes dhe stabilitetit, për të cilin të gjithë së bashku kemi punuar dhe sakrifikuar shumë gjatë. Ne i bashkohemi thirrjeve tuaja të përsëritura, thirrjeve të përsëritura edhe të NATO-s, edhe të Bashkimit Evropian nëpërmjet deklaratave publike, për përgjegjësi
sa i përket sulmit ndaj ushtarëve të KFOR-it në maj 2023 dhe sulmeve të tjera në veri të Kosovës, ku struktura të mbështetura nga Serbia lanë 93 ushtarë të NATO-s të plagosur, prej të cilëve 3 të plagosur rënd. Siç e kam theksuar edhe gjatë vizitës sime të fundit në NATO, mungesa e përgjegjësisë për autorët vetëm sa e ka inkurajuar Serbinë që të vazhdojë me sulme nëpërmjet strukturave të saj paramilitare. Prandaj është me rëndësi që bashkarisht ta fuqizojmë prezencën edhe të personelit edhe të mjeteve për ta mbrojtur kufirin në mënyrë që të parandalohet si hyrja e grupeve terroriste ashtu edhe armatimit të tyre, të cilët kanë për qëllim krijimin e konflikteve në rajonin tonë. Ashtu siç e ka thënë miku juaj i mirë dhe miku i madh i Kosovës, presidenti Donald Trump, politika e paqes nëpërmjet fuqisë, peace through strength, është ajo që do të kuptohet më së miri në këtë rajon, e sidomos nga ata të cilëve mund t'ju shkojë mendja që të përdorin veprime destabilizuese. Prandaj, i nderuar sekretar i përgjithshëm, ne do të vazhdojmë të jemi aleati besueshëm në luftën kundër kërcënimeve hibride dhe ndërhyrjeve të huaja, po ashtu jemi të gatshëm që të mbështesim infrastrukturën e NATO-s dhe të kontribuojmë në misionet e saj, duke forcuar më tej rolin tonë si eksportuese e sigurisë. Siç e theksova edhe gjatë takimit, stabiliteti i rajonit është shumë i lidhur ngushtë edhe me integrimin euroatlantik të vendeve të këtij rajoni. Kosova dhe qytetarët e saj ndajnë vlerat mbi të cilat është ndërtuar NATO. Është koha që Kosova ta ketë vendin e saj në aleancë për të kontribuar si një anëtare përgjegjshme dhe përkushtuar për stabilitetin dhe sigurinë globale. Shefi NATO-s Rute është takuar gjatë ditës edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. E për rëndësinë e vizitës së shefit të NATO-s Mark Rute në Kosovë dhe mesazhet që dha sot nga Prishtina, flasim me ekspertin e çështjeve të sigurisë Kol Krasniqi, cilin e kemi në studio. Mirë se ardhët në studion tonë, zoti Krasniqi. Mirë se gjeta. Atëherë, fillimisht si e vlerësoni vizitën e shefit të NATO-s në Kosovë në këtë kohë realisht? Në realitet, vizita e shefit të NATO-s në Kosovë nuk duhet nënkuptuar si një vizitë e shefit të NATO-s, vizitë rutinore e shefit të NATO-s në Kosovë, ose vizitë ndaj njësiteve të veta luftarake, por duhet kuptuar qartë mesazhet të cilat i përçoi sot shefi NATO-s Mark Rubin, i cili deklaroi përkushtimin e NATO-s dhe të shteteve aleate për ruajtjen me çdo kusht të paqes dhe stabilitetit në rajon. Dhe kjo vizitë vjen sidomos pas disa tensioneve të ngritura në Bosnë dhe deklaratave të kryetarit të Republikës Srpska që nuk do të njeh sovranitetin dhe shtrirjen, do të thotë jurisdiksionin e shtetit të Federatës së Bosnës në territorin në enklavën serbe. Por kemi edhe një situatë të komplikuar edhe në Serbi, ku janë paralajmëruar demonstrata masive dhe në kuadër të gjitha atyre tensioneve të cilat po vlojnë në Serbi, me qëllim të arritjes së një uniteti të brendshëm politik, mund forcat reaksionare në Serbi mund të tentojnë që ta prishin ose të destabilizojnë në forma të ndryshme ose të atakojnë në forma të ndryshme stabilitetin politik këtu të ne në Kosovë, do të thotë përmes një sulmi terrorist ose përmes atakeve të ndryshme. Ju pat edhe para disa dite ka lëvizje masive të grupeve radikale serbe në për krahje të vizionit të Vučićit, në anën tjetër kemi një lëvizje masive të studentëve serbë dhe kërkesa për dalje masive në demonstrata, por ka edhe paralajmërime që me 15 mars do të ketë një ndarje definitive në mes sistemit autokratik, ashtu qyshe cilësojnë lëvizje studentore dhe lëvizjeve demokratik ose shtetit demokratik. Në gjithë këto, ardhja e shefit e NATO-s është mirë se ardhën për faktin se ofrojmë mbështetje të pa kompromis ndaj integritetit territorial të Republikës së Kosovës, por i dha dhe mesazh të qartë aspiratave separatiste në Bosnë se ne jemi këtu dhe nuk do të lejojmë. Dy shtete për cilat Serbia shpeshherë ka potencial për të destabilizuar përmes
personave të cilët janë në Kosovë dhe si ata nga lista serbe, por edhe përmes Republikës Srpska në Bosnjë. Natyrisht se ka potencial dhe potenciali qëndron që nga koha e luftës, ju dini se misioni përfundimtar i luftërve cilat i ka zhvillu Serbia është krijimi një Serbi së madhe dhe ata kanë kriju dhe ende janë në fuqi, ende janë aktive disa grupacione të cilat proklamojnë aktivitetet e tilla dhe synojnë aktivitetet e tilla dhe për fat mirë shefi NATO se bani të qartë se ne nuk do të lejojmë në asnjë situatë destabilizimin e Bosnës ose shpërbejën e shtetit e Bosnës, por do ta mbështesim në anën tjetër dhe mesazhet e qarta këtu te ne në Kosovë, mirë pa mesazhet e tina ju pat sidomos ato deklaratat që Kosova dhe Serbia duhet të pregaditen edhe për kompromiset të cilat do të gjenë një zgjidhje fatlume për dy popujt që në mënyrë që në ardhmen të jetojnë në paqe dhe në harmoni njëna me tjetrën. Kjo çështje, ky mesazh lidhur me këtë kompromis për mua pak qëndron pa qartë për faktin se nuk e di se çfarë kompromisi tjetër duhet të ofrojë Kosova me përjashtim të obligimeve ndërkombëtare të cilat i ka marrë përmes marrëveshjeve dhe ratifikimit të tyre nga parlamentet. Do të pyes edhe për këtë mesazh të Rutës, por ai tha se përkushtimi i NATO-s për stabilitet në rajon është mbetet i qëndrueshëm, përkushtimi i NATO-s. A është ky një sinjal dhe një qëndrim që forcat e KFOR-it nuk do të largohen në asnjë formë nga Kosova, pasi që ka pasur shqetësime muajt e fundit që mbase mund të largohen forcat amerikane, por edhe të KFOR-it nga Kosova. Sheqane, këto diskutime lidhur me mundësinë e largimit e forcave amerikane nga KFOR-i ose nga NATO-ja, këto nuk duhet me i marrë edhe aq shqetësuese ose si aq reale ose të mundshme reale, për faktin se me njëherë vjo patë Bashkimi Evropian, sidomos Franca, Anglia dhe Gjermania, kanë dalë me qëndrime krejtësisht përbashkëta. Në qoftë se eventualisht vjen deri te ai skenari tërhiqjes së amerikanëve për faktin se presidenti amerikan aktual është krejtësisht i paparashikueshëm. Po shihni për 2 ditë, 3 ditë merr vendime për tarifa të ndryshme në raport me kundërshtarët e vet ekonomik, lidhur me Kanadën, ju keni pa vendosi një herë do të tarifa 25%, nëse ti hjeki prap vendosi sot i ngritin e 30%, prandaj përderisa është i paparashikueshëm atër Franca ka marrë vendim natyrisht në koordinim të drejt për drejt me Anglinë dhe shtetet tjera aleate të botës perëndimore, por edhe me Kanadën, që në rast se vjen deri të një tërhiqje eventuale e Shteteve të Bashkuara nga NATO-ja do të ekziston dhe do të fuqizohet edhe me integrimin e disa shteteve tjera demokratike, cilat janë në Azi dhe në disa shtete të tjera oceanike. Prandaj nuk e besoj në asnjë situatë se do të ketë shprastin, nuk do të ketë shprastin në kuadër të ofrimit të sigurisë, për faktin se nëse tërhiqet NATO-ja nga Kosova, atër mundësia shpërthimit të një luftës të i pas parasysh aspiratat ekspansioniste, të i pas parasysh pregaditjet afatgjatat Serbisë për një luftë të re, të i pas parasysh premtimet e qeverisë se Vučićit se në gjitha situatat edhe përpara e kemi humbë Kosovën, po e kemi rikthyer në rrethana të volitshme, do të thotë bota perëndimore në vazhdimsi ka nuhat këto informacione dhe NATO janë vazhdimsi e studion në mënyrë të detajume situatën e sigurisë në rajon dhe varësisht nga ajo situatë e sigurisë ka marrë edhe masa shtesë. Ju keni pa ditëve të fundit dhe muajve të fundit ka shtim të përhershëm, jo vetëm nga sulmi i Banjskës, por edhe më vonë ka shtim të përhershëm të trupave të NATO-s në Kosovë, por jo vetëm trupave, po edhe përmirësim cilësor të forcës mbrojtëse të NATO-s, e cila natyrisht duhet me kanë në nivel të ofrimit të mbrojtjes hermetike nga çfarëdo sulmi eventual ushtarak i huj. NATO-ja nuk merret me aktivitetet terroriste, edhe pse ka komponente vet luftimin e terrorizmit, por ajo është komponent primare e policisë tonë. NATO-ja natyrisht ofron shërbime të veta inteligjente. Mund të ndryshimin e mbështet natyrisht dhe ofron informacione të qarta nëse kërkohen nga ato, atë nëse nuk kërkohen, ju jep informacione lidhur me aktivitetet të ndryshme ose përgatitjet eventuale të grupeve të ndryshme terroriste, të cilat mund të eventualisht të përgatitin ndonjë aktivitet shqetësues në rajon, mirë po komponenta kryesore për luftë kundër terrorizmit është e policisë, ndërsa NATO e merret vetëm me sigurimin e paprekshmërisë së kufive të Kosovës sipas
sipas vendimeve natyrisht të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. E përmendët edhe ju që u përmend sot gjatë fjalimit të tij në konferencën për media me presidentën e Kosovës, Rute u përqendrua pra edhe te çështja e dialogut dhe kërkoi kompromise nga palët për të arritur, siç tha ai, tek të mirat afatgjate që i sjell një marrëveshje midis dy vendeve. Për çfarë mendoni se e kishte fjalën në këtë rast? Për marrëveshjen përfundimtare, për njohje reciproke, apo për zbatimin e obligimeve të cilat tashmë palët i kanë marrë me atë marrëveshjen e Ohrit, për cilën herë thonë se e kemi pranuar, herë jo? Po e sheni se NATO i ka dy komponente, krahas komponentës vetë ushtarake, luftarake, e ka dhe misionin e vetë politik, në kuadër të cilit i inkurajon shtetet të ndryshme për kultivimin e vlerave demokratike dhe mbrojtjen e atyre vlerave. Madje NATO janë programin e vetë aktivitetet dhe misionet e veta demokratike dhe diplomatike i ka vendosur në nivelin më të lartë të prioriteteve, dhe në këtë aspekt duhet me pas parasysh se misioni natyrisht i NATO-s, ashtu që është edhe misioni i përgjithshëm i botës perëndimore, është prioritet i negociatave. Natyrisht se gjitha problemet zgjidhen me negociata, mirë po nëse se negociatat nuk japin rezultatat, natyrisht nuk përjashtohet edhe opcioni tjetër. Mirë po kohëve të fundit nëse se kemi parasysh qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ukrainë, ku kërkon kompromise dhimbshme, natyrisht edhe tërheqjen nga kufijt sovran cilat i kishte dhe njohjen e territorit okupuara, atëherë kjo kishte me qenë krejtësisht e tmeshme. Shpresojmë se nuk ka menduar askush dhe nuk do të mendon askush në një verzion të tillë ose kompromise të tilla, me përjashtim natyrisht të obligimeve. Fatmirësisht Kosova e kontrollon gjithë pjesën e saj, edhe në pjesën veriore. Kosova e kontrollon gjithë pjesën e saj dhe sipas rregullimit ton kushtetues ju ka ofruar të drejta të avancuara komunitetit serb, cilat ata nuk kanë asnjë arsye, as serbt, as bota perëndimore që të brengoset për pozicionin juridik ose vlerat demokratike ose mundësinë eventuale të integrimit të tyre. I kanë dyert e hapura për integrim në gjitha nivelet e administratës shtetërore, në gjitha nivelet, të i marrë parasysh edhe shërbimet e sigurisë, shërbimet e inteligjencës, diplomacisë e tjera, po vetëm varet nga ata nëse dojnë mu integru ose jo. Ju e keni pa dhe të marrja vendimit në Beograd, ndikoj në largimin masiv të zyrtarëve shtetëror komunitetit serb nga institucionet tona, dhe më është masë e vërtet se pikrisht kërkohet edhe në këtë aspekt nga autoritetet e NATO-s, kërkohet nga autoritetet e Shteteve të Bashkuara, sidomos të Evropës, të cilat e kanë përgjegjësinë për zhvillimin e një dialogut, që të ushtrojnë presion në kreun e shtetit serb për faktin se çdo gjë po varet nga qëndrimi i Beogradit zyrtar. Nëse ata kërkojnë bojkotim të komunitetit serb, të institucioneve tona, ata po i bojkotojnë. Nëse ata kërkojnë integrim me qëllim të lehtësimit dhe përmirësimit të jetës së qytetarëve të serbë në kuadër të ndikimi vazhdon të jetë shumë i madh. Ndikimi është tepër shumë i madh. Dhe tash nëse e analizoni vetëm deklaratat, unë natyrisht si studiues dhe si qytetar i këtij vendi po i lexoj edhe mediat e tyre, sot më tepër se kur në Serbi po përdoret nocioni tradhtar dhe patriot, qëndrime pro shtetit dhe tradhtar të shtetit. Po i sheni sot, masivisht në kuadër jo vetëm demonstratave, masivisht shikoni edhe në Bosnë, cili do serbi cili po qëndron në administratën e përbashkët federale të Bosnjës dhe Hercegovinës, po atakohet si tradhtar dhe pikërisht presionet e tilla po ndikojnë mu largu. Kështu është edhe në Kosovë. Po e sheni për shembull partitë opozitare, 2-3 parti, se 5 parti opozitare serbe kanë konkurruar në zgjedhjet e fundit dhe si atakohen ata në drejtim të hendikepimit të çdo një përpjekje. Çfarë do tentimi i tyre për të bashkëpunuar me historinë e Kosovës? Trajtohet si tradhtar nga ana e Serbisë. Natyrisht edhe ajo nuk trajtohet vetëm në mënyrë deklarative, por në forma të ndryshme natyrisht edhe përmes atakimeve, kërcënimeve natyrisht dhe stimulimeve financiare, të cilat janë natyrisht edhe krejtësisht të dukshme edhe për institucionet tona. Po, zoti Krasniqi, Rute u pyet edhe për këtë gjuhën luftë-nxitse të presidentit të Serbisë dhe kërcënimet e vazhdueshme që i bën Kosovës, dhe tha se do të bashkëpunojë edhe me të, paralajmëroi edhe një takim në Bruksel me presidentin e Serbisë. Po, natyrisht, prej vitit 2022, faktikisht disa herë janë detyruar autoritetet perëndimore, sidomos NATO dhe Britania e Madhe, që t'ja bëjnë me dije se nuk tolerojmë
nuk tolerojmë një luftë të re në Ballkan dhe nëse se hyn ushtrakisht atë do të ketë punë. Pa disiplinueshëm? Shikoni, ai disa herë ju keni pa, disa herë ka urdhëruar ushtrin me marshun drejtim të Kosovës. Dhe ai marshim nuk ka qenë vetëm forcë manovruese ose forcë testuese, mirë po ka qenë manevrim i përmasave të ofenzives luftarake. Dhe pikrisht, kjo e ka detyru botën perëndimore dhe tani bota perëndimore pja bën aty qartë me dije se nuk ka rrim të dhunshëm të kufive, ashtu qysh ja bëni me dije dhe Bosnës dhe aspiratave të tyre se shikoni, në Bosnë për shembull Dodik shkon konsultohet me Putin, konsultohet me një herë me Vučić dhe ata i harmonizojnë qendrimet e veta dhe nëse Putini deklaron se pritni edhe pak, durim edhe pak, refuzoni integrimet, kundërshtoni botën perëndimore, ne do të arrijmë në një marrëveshje eventuale me perëndim me Amerikën që ta bëjmë një zgjidhje fatlume në kuadër të krijimit të mundësive për integrimin e minoriteteve në kombet me tjera, do të thotë Putini ushqen këta me iluzione të gabuara se do të ketë ndryshim të kufive sipas strukturës etnike të popullsisë, që faktikisht është në kundërshtim me gjitha vlerat demokratike, për faktin se në Evropë minoritetet janë ura lidhsen mes kombeve dhe vlerat demokratike të një populli varet me afirmimin cilat ja u mundson në kuadër të vet minoriteteve. Dhe kjo duket se e ka lënë mbrapa si Bosnjën, po ashtu edhe minoritetin serb në Kosovë që të integrohet dhe të shfrytëzojnë atë drejtat të cilat ju garantohet me Kushtetutën e Kosovës. Shikoni, 25 vjet janë hendikepimi përhershëm. Nuk është e vërtetë se serb nuk kanë dashur integrim. Unë kam pas edhe student serb në Pej, cilë kanë ardhur dhe i kanë viju ligjëratat, janë kanë gatshëm, asgjë nuk ka vrejt askush diçka e cila është ndryshën nga student tjerë, do të thotë aspiratat e qytetarëve këtu për mu integru dhe dëshirat tyre mu integru ka dhe policë në Pej, ka pas edhe zyrtarë që kanë punu në FSK, ashtë nuk kam informacione nëse eventualisht ende janë ose jo, për faktin që ju dini, delnin nga institucionet e keni rrogën e njëjtë, plus shtesa tjera, do të të benefite tjera. Në kuadër të asaj ka mujtë, naturisht, me i stimulu ose me nëzit element të tillë. Mirë po, 25 vjetë është hendikepim, është humbje shumë e madhe. Për ata kishte me qenë mirë, arritja sa ma e shpejt e një zgjidhje fatlume, mirë pa jo zgjidhje nuk mund të arrit naturisht me lajka, po me vendime të qarta dhe të prera cilat do t'i banë perëndimi ndaj servisë zyrtare, ku do t'ja bojnë me dije se nuk ka ndrrim të territori dhe një herë për gjithmonë duhet me i braktis ajo politika destabilizuese në raport me Kosovën, destabilizuese në kuptimin edhe të përkrahjes së forcave të ndryshme radikale dhe ekstremiste me qëllim të natyrisht të kompromitimit të çdo nivleri demokratike në Kosovë. Se ajo është qëllimi. Qëllimi i Serbisë është para botës perëndimore të paraqitet minoriteti serb i cili jeton tu si viktim dhe kështu të kompromitohet gjitha përpjekjet tona për ndërtim dhe afirmim të vlerave të përbashkëta demokratike, sepse ky shtet nuk është vetëm i shqiptarëve, po është i gjithë pjesëtarëve të komuniteteve të ndryshme të cilët jetojnë këtë vend. Mirë, në konferencën për media pam edhe atë çfarë presidentja Osmani, tha sekretarit Rute, foli për zhvillimet në Kosovë, mirë po tha se tani është koha që Kosova të pranohet në NATO. Është realiste të pritet që Kosova të antarësohet në organizatën euroatlantike në këtë kohë kur fokusi kryesor është ndalja e luftës në Ukrainë dhe kur kemi përplasje mes SHBAZ dhe vendeve të BE-s për qasjen ndaj Ukrainës. Shqiptani, integrimin në NATO nuk është edhe një proces aq i thjeshtë dhe nuk mund të realizohet me shprehjen e njanshme të dëshirave, po janë disa kritere të cilat duhet të pranohen dhe në anën tjetër duhet me kanë vendimi unanim i gjitha shteteve anëtare të NATO-s. Në këtë drejtim unë e pash edhe deklarimin e shefit të NATO-s këtu në Kosovë, në media, konferencën për shtyp, ku deklaroj se FSK-ja për neve ka mision humanitar dhe nuk e ka atë komponente në ushtrisë. Mirë, po këtu kisha me pas dëshirë mi obo me dije aty në spekulimeve mediatike cilat me njëherë dulen, se thjesht a i ka folë në kuptimin e pozicionit ti si shefi NATO-s. Dhe këtu, si pas autorizimeve ndërkombëtare, NATO-ja ka përgjegjësinë kryesore dhe është forcë vetme e cila garanton paqen dhe sigurinë në jo vetëm Kosovë, por edhe në rajon. E tha se mandati NATO-s është që të sigurohet që forca e sigurisë së Kosovës të jetë efektive në rolin e saj humanitar. Efektive në rolin e saj ndihmës ndaj NATO-s. Sepse përgjegjësinë kryesore nëse vjen deri te çfarë do atakimi të Kosovës, përgjegjësinë kryesore për mbrojtje ka
NATO-ja. E jo, dhe natyrisht në qofë se kishton, është edhe një ushtri, atër janë 2 ushtri paralele, atër natyrisht është dashur mu precizu pozicioni juridik dhe funksionalit të dyjave. Dhe këtu 2 ushtrime, 2 komanda paralele nuk ka. Për ata, NATO-ja, si pas misionit të kombeve të bashkume dhe rezolutave të caktume, natyrisht ka misionin primar, mbrojtjen dhe sigurin dhe rujtjen dhe stabilitetit. Pa nuk e zbehi rolin e FSK-s me këtë deklarat shefi NATO-s? Në asnjë situatë, unë nuk e kom kuptu dhe natyrisht njerëz të mund të kuptojnë si pas vizioneve të tyre, ajo është dëshire tyre ose është e drejtë e tyre, mirë po unë e kom kuptu si till nga pozicioni i logjikës së shefit të NATO-s. Ne jemi forca kryesore, ju tjerë jeni mbështetës në aspekte humanitare. Ose ofrimin e shërbimeve tjera si pas nevojës dhe kërkesave tona. Kështu ka qenë dhe kështu duhet më kuptu deklarata ati. E tha edhe për çështjen e bashkëpunimit mes policisë së Kosovës, por edhe të EULEX-it, në një fjali tha se shpresojmë që ky bashkëpunim të jetë edhe më i thellë. A do të thotë që nuk është bashkëpunimi aq i mirë apo e kishte në kuptimin që të forcohet ky bashkëpunim edhe më shumë? Shikoni, është mas e vërtetë se gjitha institucionet ndërkombëtare këtu cilat janë prezent raportojnë në qendrat e veta. EULEX-i është edhe misione tjera ndërkombëtare dhe çdo njëna prej tyre raportojnë dhe i kanë informacionet të caktuara, kështu që unë prapë them qoftë se ka kërkuar që të thellohet bashkëpunimi, nuk ka gabuar në asnjë situatë, për faktin se duhet edhe institucionet tona të ofrojnë çfarë do forme të bashkëpunimi, për faktin se askush i cili ja don të mirën Kosovës dhe është banor i këtij vendit dhe njeh jetën reale në këtë vend, nuk e besoj se ka arsye me dyshu në qëndrimin human të autoriteteve ndërkombëtare dhe institucioneve ndërkombëtare në raport me Kosovën. Ata janë natyrisht për neve, janë për mbrojtjen tonë dhe pikërisht prezenca atyre ka ndikuar në zhvillimin gjithë dimensional të çdo një segmenti të jetës sociale këtu. Dhe në qoftë se natyrisht EULEX-i si forcë e dytë, në qoftë se kërkon natyrisht që të integrohet në çfarë do aspekte, është i mirë së ardhëm, se është mas e vërtetë se pjesa tani aktuale e EULEX-it e cila funksionon këtu, ka ekspertiza profesionale, ka teknologji të avancuar dhe mund të ofron lehtësim në hetimin e gjitha dyshimeve rreth veprave penale transnacionale ose sidomos të veprat penale terroriste ose vepra tjera cilat mund të atakojnë në mënyra të ndryshme rendin juridik këtu të ne ose stabilitetin rajonal. Mirë, në këtë kohë kur edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rute bëri thirrje që Kosova dhe Serbia të ulën në tavolinën e bisedimeve dhe të gjejnë një zgjidhje të përhershme për normalizim të raporteve, Kosova ende nuk i ka formuar institucionet e saj, është pas zgjedhjeve pritet që të ketë koalicione ose jo, në ndërkohë në Serbi qeveria atje po ballafaqohet me protesta masive. Duket se ulja në tavolinë nuk është shumë e afërt, në bazë të asaj çfarë po shohim. Me subjekte politik, mendoni. Po. Shqeqani, prapë është mirë ne të mësojmë nga kaluara jonë, por të mësojmë edhe nga praktikat e shteteve të qytetënume. Shikoni për shembull Gjermania. I kishte zgjedhjet për 2 ditë u përcaktu fituesi natyrisht edhe këtu që 1 muaj ditë edhe më tepër po shkon, ndoshta shkojnë edhe 5-6 ditë derisa të bëhet certifikimi i zgjedhjeve. Dhe çka ndodhi në Gjermani? Tu e pas parasysh situatën tejet delikate të sigurisë rajonale, rrezicet për një destabilizim dhe natyrisht rrezicet për një ekspansion, natyrisht edhe luftarak në pjesë të ndryshme të Evropës, morën vendim që të bashkohen, jo me anëmikun, po me kundërshtarin e vetë politik. U bashku CDU, CSU dhe natyrisht Partia Social-Demokrate, u bashkuan dhe e formuan një koalicion të madh. Do të gjitha ato forcat reprezentative të kombit, cilat kanë numrin më të madh të deputetëve të zgjedhur. Këtu te ne mjerisht është një pozicion jo ashtu qyshe kërkon natyrisht edhe interesi kombëtar. Interesi kombëtar kishte me qenë natyrisht mu te i kalu gjitha këto dhe mu kriju një qeveri natyrisht teknike. Gjithë po dojnë postin e kryeministrit. Gjithë dojnë postin e kryeministrit, po pozicioni aktual, situata rajonale, por edhe akumulimi i madh i problemeve të brendshme kërkon me urgjencë të i kalimin e këtyre aspiratave dhe themelimin sa më shpejt të kësaj qeverie. Po shihni edhe ndërkombëtarët që vinë thotë
themelon i qeverinë, sepse kjo nuk ka kapacitetet plota, kjo qeveri nuk mundet me marrë vendimet plota, prandaj unë e besoj kështu që po shkon është në dëm të Kosovës. Kishte me qenë dhe uroj që të arrihet një zgjidhje në qoftë se partia cila ka dalë fituese nuk mundet ose për çfarë do arsye nuk e themelon qeverinë, atë është mirë me nçupe, po diçka duhet më ndërmarr për faktin se po e shihni se tash presioni ndërkombëtar është në rritje sipër. Trumpi nuk do të kërkon pafundësisht të vazhdimin e problemeve në Ballkan, pa ai do të jep me siguri ultimatume, zgjidhje afatshkurta të problemeve dhe kështu tash partitë e ndryshme fituese në atë kuptim, po e shohin se cila do ta merr përgjegjësinë për themelimin e qeverisë, do ta merr edhe përgjegjësinë historike për kompromiset dhimbshme ashtu që kërkoi Rohde sot me Serbinë. Dhe tash paraqitet pyetja cila prej partive tona është e gatshme me dalë para popullit me thonë, "Okej, unë po nënshkruaj asociacioni dhe ende nuk e dim se cilat komponente dhe cilat kompetenca po janë njofton, do t'i ketë ajo, mandej edhe demarkacione dhe çështje tjera cilat kanë të bëjnë me të ardhmen e vendit tonë." Dhe në anën tjetër, siç e thash, në Serbi protesta masive për të shtunën është paralajmëruar një proteste të tillë studentëve, a mendoni se po i vije fundi Vučićit apo do t'i rezistoj këtyre protestave studentore? Shikoni, gjithë bota demokratike po e sheh se në Serbi krahas politikës krejtësisht reaksionare, luftnxitëse, destabilizuese, cilën po e proklamon me vitet tona dhe të faktikisht prej viteve të 90-ta në mënyrë me një kontinuitet afatgjatë kohor edhe Vučići aktual, është zgjuar një ndjenjë demokratike qytetarëve cilët janë kundër korrupsionit dhe po e shihni pse u çun studentat. Për faktin se ishte atje një mafi e ndërtimit. Është ndërtu ashtu që është po ndërtohen edhe këtu shumë objekte, askush nuk e këshyr cilësinë e atyre objekteve, pa pranim teknik, shikoni, edhe të ne unë jam i befasu me qëndrimet e organeve tona të drejtësisë dhe të hetuesisë, po presin me siguri deri sa të ndodhë një fatkeqësi dhe të reagojnë. Në vend se çfarë do ndërtimit e çfarë do objekteve, sidomos ato cilat janë publike, të bëhet pranimi teknik dhe të shiqohet cilësia atyre punimeve dhe vlera atyre punimeve dhe të ndalet korrupsionin këtë drejtim. Jo pat edhe në Shqipëni SPAKu reagoi fuqishëm dhe me një jo brutalitet, po profesionalizëm aq të lartë, i goditi si forcat qeveritare, si forcat opozitare, po në fund i goditi edhe kreun e një universiteti për faktin se kishin investu dhe kishin keq përdor miliona leko, përkatësisht euro, në drejtim të shkafit të ndërtimeve shkele shkote objekteve të caktume, cilat naturisht nuk janë edhe funksionale. Po, dhe krejtësisht në fund, sot në Beograd ka qëndruar djali i presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump Jr., i cili u takua me presidentin e Serbisë. Vučić tha se kanë diskutuar për marrëdhëniet me Serbisë, si ato ekonomike dhe politike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Apo tenton presidenti i Serbisë që të forcoj lidhjet e tij me administratën Trump për të marrë një farformë, ndoshta edhe mbështetjen për të rezistuar këtyre protestave? Shikoni, sipas asaj çka vrehet nga presidenti Trump, ai mendon me logjikën e biznesmenit dhe sipas asaj logjike nuk ka miq, po ka interese. Naturisht se Vučići këtë ardhje ti e përdor naturisht si refleks në opinion që ekziston ende një mbështetje, një përkrahje ndërkombëtare, mirë po realisht në qoftë se analizohen mediat perëndimore, ata flasin në mënyrë krejtësisht negative për çdo gjë që është kriju me dekada në Serbi, e cila naturisht nuk e ka ndërprej ose nuk e ka luftu në asnjë rrethon ose situatë në atë kuptimin e luftës serioze, korrupsionin dhe format e ndryshme të krimit organizuar. Prandaj ardhja Trumpit shumë më tepër unë mendoj se ka edhe elemente biznisore për shkak të rezervave të lithiumit cilat janë zbuluar tash kohëve të fundit në Serbi, por natyrisht mund të ketë edhe komponente të caktuara qarta politike ose dhënien e mesazheve të qarta politike para dërgimit të emisarit e tij special, i cili do të kërkon, sipas gjitha atyre pritjeve dhe gjasave, do të kërkon për një afat shkurt të zgjidhen problemet aktuale në Ballkan. Mbetet të shihet se si do të rrjedhin ngjarjet edhe mes Kosovës dhe Serbisë në çështjen e dialogut. Falenderoj shumë që ishit në emisionin Njësinë drejt për drejt dhe analizuat këto mesazhe të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Faleminderit nga ju.
Biseduam me ekspertën e çështjeve të sigurisë, Kol Krasniqi, vazhdoni qëndroni. Kryeministri Kurti e ka akuzuar Beogradin zyrtar se kanë ndërhyrë në zgjedhjet e Kosovës përmes kërcënimeve dhe shantazheve ndaj serbëve të Kosovës, duke i siguruar votat për listën serbe. Njohës të çështjeve të sigurisë thonë se mënyra e shantazhit të serbëve të Kosovës në zgjedhje mund të përdoret edhe për të nxitur tensionin në pjesën veriore të vendit. Kryeministri Kurti e ka akuzuar Beogradin zyrtar për ndërhyrje siç e ka cilësuar brutale në zgjedhjet e nënshkurtit. Kurti tha se votuesit serb në Kosovë janë kërcënuar nga grupe të mbështetura nga Beogradi që kanë favorizuar listën serbe. Deklaratat e tij vijnë në një kohë ku rezultatet e zgjedhjeve ende nuk janë plotësisht të përfunduara. Megjithse sipas atyre preliminare, lista serbe ka marrë 9 vende në kuvend. Një përfaqësues i serbëve të Kosovës, Nena Drashić, i mbështetur nga Kurti, ka arritur që të sigurojë një ulse. Këto ndërhyrje përfshin kërcënime financiare për ndërprerjen e përfitimeve serbe, shantazh, rrushfet, sulbe kibernetike të kontraktuara dhe forma të tjera presioni, kryesisht të drejtuara ndaj partive serbe që synojnë dominimin e listës serbe dhe synojnë të sjellin pluralizëm politik në sistem, si dhe ndaj votuesve që mbështesin partitë të tjera përveç listës serbe. Ndikimet e Serbisë në procesin zgjedhor të Kosovës janë përmendur edhe në raportin e misionit vëzhgues të Bashkimit Evropian, që i është përcjell Parlamentit Evropian. Për situatën e krijuar në votimet të nënshkurtit, Instituti kundër luftës hibride Oktopus ka raportuar dhe ka alarmuar disa muaj para se të mbaheshin zgjedhjet në Kosovë. Për shkak që nga shtatori vitit të kaluar ata kanë paralajmëruar që do të japin ndihmë ndaj serbëve në pikërisht në periudhën kur janë në afërsi zgjedhjet në Kosovë dhe këtë e kanë bërë madje në formë të hapur, pastaj kemi argumentet se si i kanë linçuar kundërshtarët politik, pastaj si kanë friksuar dhe punëtorët e cilët akoma paguhen nga Serbia, si ata nga shëndetësia dhe nga arsimi, pastaj kanë përdorur edhe mjetet e tjera të kërcënimit ndaj banorëve serb, atje që vazhdimisht të votohet lista serbe. Pjesëmarrja në zgjedhje serbe të Kosovës, posaçërisht në 4 komunat në veri, ishte më e madhe, marrë parasysh bojkotin e tyre ndaj institucioneve të Kosovës, që prej vitit 2022. Një numër veprimesh të qeverisë së Kosovës në komunat në veri janë kritikuar nga bashkësia ndërkombëtare, sado që autoritetet thanë se kanë shtrirë sovranitetin dhe kanë integruar edhe serbët e Kosovës. Por ato kanë paralajmëruar se gjendja në Kosovë është e brisht dhe e cënueshme. Ish zëvendës ministri i Brendshëm Valdet Hoxha thotë se mënyra e shantazhimit të serbëve përdoret edhe për të nxitur tensione të mundshme në veri të vendit. Ky është një potencial që ata eventualisht mund ta përdorin jo vetëm për zgjedhje, por edhe për situata të ndryshme konfliktuoze, për tensionimin e situatës në veriun e vendit. Pra është një mekanizëm cilën e kanë në dorë qeveria e Serbisë në kuptim të përshkallëzimit situatës në veri të vendit, në kuptim të nxitjes së urrëties, nxitjes së tensioneve, me qëllimin e vetëm të shkaktojnë situata jo të qeta në aspektin e sigurisë dhe ndezjen e konfliktit mundshëm. Aktualisht nga votat e numëruara, lista serbe ka marrë më shumë se 4.5% të votave dhe komunitetit serb në kuvendin e Kosovës janë të garantuara 10 ulse në kuvend. Kësaj radhe një deputet do t'i takoj partisë Nena Drashić, ministër në qeverinë e Kurtit, të cilën lista serbe e ka akuzuar se ulsen e ka fituar me votat e qytetarëve shqiptar. Barikadimi i partive politike në qëndrimet e tyre rreth formimit të qeverisë pritet sjell një ngërç afatgjat politik drejt formimit të institucioneve të reja, vlerësojnë njohës të çështjeve politike. Sipas tyre, ky ngërç mund të jetë pikërisht tek partitë opozitare rreth çështjes së postit të kryeministrit. Ende pa u bërë certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, partitë politike tashme kanë vendosur barikadat dhe kushtet e tyre për krijimin e institucioneve të reja. LDK-ja nuk do të jetë pjesë e asnjë qeverie pa pozitën e kryeministrit.
Këtë e bëri së fundmi kryetari i LDK-s Lumira Dygjiku, i cili pas mbledhjes së kryesisë së kësaj partie, tha se LDK-ja nuk do të jetë pjesë e asnjë qeverie pa postin e kryeministrit, derisa e bëri të qartë se me vetëvendosjen nuk do të bashkëpunojnë. Ambicjet për postin e kryeministrit i ka shprehur edhe partia që doli e dyta në zgjedhjet e nënshkurtit, PDK-ja. Gjatë ditës, përfaqësues të kësaj partie hezituan të flasin për këtë çështje, por ditë më parë kryetari i PDK-s Membli Krasniqi në emisionin Klik të radio-televizionit 21 tha se partia e tij është e gatshme ta formojë qeverinë me partitë e tjera opozitare, por me Bedri Hamzën kryeministër. Nëse PDK do ta themelojë qeverinë, atëherë Bedri Hamza do të jetë kryeministri i ardhshëm. Në AAK, ndërkaq nuk bën të ditur nëse do t'i bashkohen një koalicioni me kryeministër nga PDK-ja apo LDK-ja. Përderisa partitë opozitare kanë shprehur ambicjet për kryeministër, nëse lëvizja vetëvendosje nuk arrin ta formojë qeverinë, kryetari i kësaj të fundit Albin Kurti është shprehur i sigurt se qeveria e re do të udhëhiqet nga ai dhe partia e tij. Duke komentuar barikadimin e partive politike për formimin e qeverisë, drejtori i Institutit për Leadership Civil, politologu Argjend Zejnaj, thotë se vendin mund ta presë një ngërç afatgjat politik e institucional. Këto është ngërçi kryesor dhe besoj që do të pamundësoj deri në farmose edhe formimin e institucioneve nga opozita dhe konform kësaj unë besoj që kemi pas një precedent në vitin 2014. Besoj që në rastin më të keq të mundshëm për opozitën, kështu do të rrihet edhe në këtë fazë njëra nga partitë opozitare do të shkojë edhe do të bëhet me partinë e parë, partinë vetëvendosur, do të formojnë qeverinë e Kosovës, kjo edhe nga presioni ndërkombëtar për ndërtimin sa më shpejt të institucioneve. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi, ndërkaq thonë se partitë politike para se të merren me postet, do të duhej fillimisht të koncentrohen tek bashkëpunimi për të mirën e vendit. Në nivel të mirë qeverisjes do duhet të debatohet për secilën reformë në drejtësi, në administratë publike, në ekonomi, në çështjet pensionale, sociale e të tjera dhe infrastrukturore, dhe jo të debatohet për emrat e përveçëm se si kush do të qeverisë ose kush do ta marrë këtë ministri. Normalisht kjo është shumë e rëndësishme, por kjo do duhet të bëhet këtë në fund të diskutimit për programet elektorale dhe për programin e ardhshëm qeverisjes, po jo për emrat e përveçëm fillimisht e më pastaj për programin qeverisjes. Sipas rezultateve preliminare, lëvizja vetëvendosje ka 396.022 vota, PDK-ja 196.553, LDK-ja 171.249, si dhe koalicioni AAK-Nisma 66.226 vota. Bazuar në këto rezultate, asnjëra nga partitë politike nuk mund ta formojë qeverinë si e vetme. Këto ishin gjitha materialet të përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që na ndoqët. Mirupafshim.